Dje tek muzeu i Onufrit në Berat pash diçka që më meti në mendje gjithë ditën. Këtu u gjetën shkrimet e Ungjillit të njohura si Kodiku i Beratit, një nga dorëshkrimet më të vjetra në botë, i shkruar në shekullin e 6, një kohë kur Islami ende nuk ekzistonte. Dhe ky thesar ka qëndruar këtu në trojet tona për rreth 1400 vjet i mbrojtur, i fshehur gjatë sulmeve të serbëve dhe pushtuesve të tjerë. E veçanta është fjalët e Ungjillit janë shkruar me argjend. 3 shekuj më vonë, një tjetër kodik shqiptar, Kodiku i Artë i Anthimit, u shkrua me ar. Këtu më shkoj mendje tek shqiptarët e atyre shekujve. Ata jetonin pa shkolla moderne, pa teknologji, pa asnjë mundësi që kemi ne sot, por kishin diçka të çmuar, Ungjillin dhe një besim të pastër që e vlerësonin më shumë se çdo pasuri. Në vend që ta kursenin atë arin dhe argjendin për vete, ata e përdorën për të shkruar fjalët e Ungjillit me nder dhe me respekt. Me erdhi ndërmend ky varg biblik, në fakt, thotë disa ndërtojnë me ar, disa me argjend, disa me kasht. Shqiptarët e asaj kohe në fakt ndërtuan me ar dhe argjend, jo me kasht. Kjo tregon sa shumë e çmonin ata Ungjillin dhe sa të forta e kishin rrajt e besimit të tyre. Dhe kur sheh këtë kodik, e kupton që shqiptarët e shekujve të parë e pan Ungjillin, vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit jo si një detyrë fetare, por si një thesar, si diçka që ja vlente të ruhej me çmim më të lartë. Po ti, si e vlerëson besimin tënd tek Jezusi? A është më i çmuar se ari dhe argjendi? Më shkruaj më poshtë. Zoti Bekov.